Ta din ai që të falenderon ty, Allahu, të falenderon ty për punët e tuja që i ke bën. Si ka mundësi Allah me falenderu robin e vet për një punë të mirë që e ka bën? Çfarë i ka borxh Allahu njerit? Asgjë. Ama tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shifne, një njeri duke ecë rrugës, e pa një pengesë, një krane që pengoj ke një drum, pengoj ke rrugë, e largoj pengesën nga rruga, e liroj rrugën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa shakara Allahu lahu wa ghafara lahu wa adkhalahu janna. E falenderoj Allahu për këtë punë që e boni, ja fali gjunat edhe shtinin xhennet. Kur nalmi na nudh në autoban e kanë ra gurt për malit, kur kush se shef atë punë që e bëjmë, edhe këshill prej meje për mua dhe për ty. Kur të ka gurt na për rrugë, nalu heke atë gurt, se dikush vozit shpejt e nuk i shef, ja then karterin, ja çon gumat, boma ki e prapton kejt edhe mytet. Normalisht, duke më pas parasysh masat e sigurisë, rruje dhe vetën tonë, më zven e kërë për mas me të shtyp, po me shenjat 4 signalet e kerit i dhez, e bën një shenjë që ka, i hek gurt edhe vazhdo në udhëtimin tanë. Çaj ibadet që kemi bon, kur nuk shef kërkosh është shumë i madh te Allahu që ka me ta pagujt Allahu, atë ditë kur kemi qenë shumë zot për sevape dhe kemi mbledh ketë si ato kokrat e orizit një ka një, e s'kan me të mjaftu për me hinë xhenet, kanë me të arë që këto sevapet e mshefta, që askush nuk e din, ato kokrat e orizit kanë me t'i bo kokra misri, e kokrat e misrit kalamoqit kanë me t'i bo kokra groshe. E ka me të rritë sevapi, ki më gëzu pa mas. Se fshefet shka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e largoj pengesën nga rruga, e falenderoj Allahu, ja fali gjunat edhe shtinin xhennet. Allahu kedve na bëv xhenetli o vllazni.